ka dhe një opcion tjetër, Endri, që është, domethënë, pushtimi i ishullit Karg. Po. Domethënë, pse është kaq i rëndësishëm ishulli Karg, është pra, të gjitha opsionet që shikojmë këtu janë opsione që lidhen me krye opsionin që po diskutohet, që është futja me trupa ushtarake në territorin e Iranit. Si e vlerëson në mundësinë e futjes me trupa? Kjo është një harë që normalisht unë e kam gjetur në internet edhe është paka shumë... Kjo goditja këtij në ky drejtimi është praktikisht e pamundur në anën e Irakut. Nga ana e Irakut. Ja, sepse... Jo, gjitha këto janë opsione nga mund vinë goditjet. Atëherë, Iraku është... Mund ngrihemi që ta tregojmë kështu me se nuk e lidhim dot. Kjo është zona e Irakut njerë, këtu që ta themi këtu. Kjo zona këtu është jashtë mundësisë për të kryer operacione. Pse është? Sepse Iraku në vetvete është 60% janë arab shia. Okay. Të cilët janë të lidhur me besimin shia të Iranit. Kështu që është e pamundur. Dhe jo vetëm që janë arab shia, po kanë dhe formacionet e tyre paramilitare, ajo që është Popular Mobilization Front, që është PMF-ja, që kanë kryer disa sulme ndaj, po themi, trupave amerikane në rajon. Milicia shiite irakene që është. Dhe duke qenë se ata janë aktiv, nuk e kanë qef një luftë ndaj, po themi, ndaj Iranit. Dhe kjo situatë ka qenë edhe në luftën Irak-Iran. Në luftën Irak-Iran, kjo zona e jugut, pra, ata janë përgjithsisht në drejtim të jugut, kurse sunit janë pak më sipër, si vend, nuk ka qenë aq entuziaste për të luftuar ndaj Iranit në atë periudhë. Dhe bile ka pasur dhe lëvizje për brenda këtu, të cilat janë shtypur nga Saddami duke përdorur dhe armë kimike, ka përdorur në Basra kundër, po themi, arabëve shia. Po me kurdët e ndri. Dhe kurdët janë në zonën këtu. Kurdët tani janë rreth 15% e popullsisë, domethënë janë suni. Domethënë kjo zona këtu janë kurd, kjo zona këtu janë arab suni, kjo pjesa poshtë është e arab shia. Kjo zona këtu sipër që është e kurdët janë ndarë në dy fraksione. Një fraksion që është PKK-ja, PKK-ja dhe PKK-ja që është në zonën e po themi afër kufirit me Iranin. Këto të dyja kanë pasur një aleancë kundër pjesës tjetër të kurdëve, që është KDP-ja, që është e Barzanit, familja Barzanit. Familja Barzanit është më e famshme, edhe më Barzani. Barzani ndërkohë ka mirë me Turqinë dhe me Erdoganin, sepse kanë pasur armik përbashkët PKK-n. Aktualisht ka trupa turke të futura në këtë territor, dhe janë pozicionuar brenda kufirit të Irakut. Brenda kufirit? Brenda për të ndaluar infiltrimet nga Iraku në drejtim të Turqia e ka bërë të qartë. Pra e ka bërë, dhe Turqia e ka bërë të qartë që në çdo lëvizje që mund të jetë kurdë mund të ketë, po themi, pasojë nga ana e po themi kësaj. Pra, duket sikur Iraku ka dalë jashtë loje. Ka pasur sepse edhe sikur të mos çojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të fillojë një, po themi, një mësimi nga vetë kurdët që jetojnë diku te kjo zona në Iran. Se harta është pak e... Pra, është diku në këtë zonë janë dhe kurdët, edhe sikur të filloj mësimi nga kurdët tu, kurdët duhet të marrin furnizime. Nga duhet të marrin furnizime? Duhet të marrin furnizime të pra duhet të kesh një bazë logjistike këtu që ti furnizosh. Kështu që si opsion, kjo duket i pamundur për mënyrën se si është konfiguruar, jo vetëm përbërja etnike në Irak, edhe përbërja fetare në Irak, por njëkohësisht dhe roli i Turqisë, i cili ka thënë që një lëvizje kurdë, pra krimi një republike kurdë, se diçka ishte shkon kundërshtim me interesin e Rusisë. Turqisë, më fal. Ke ndërhyrje në Karg. Pse është kaq i rëndësishëm Karg Island? Sepse gjithë kjo zona e Bregdetit që është Bregdet i cekët, dhe anijet e naftës nuk mund të futen për të marrë në port. Është situar si porti Durrësit, porti i cekët. Atëherë çdo tubacion i fushave, jo çdo tubacion, rreth 90% e gazit dhe naftës shkon poshtë detit dhe shkon në këtë ishull. Rreth rrotull ishullit ka thellësi më të thellë, në cilën mund vinë anijet, cisternat. Anijet cisternat vinë furnizojnë këtu, pra e lidhin kontratën me kompanitë e naftës iraniane, vinë këtu, furnizohen dhe pastaj largohen. 90% e naftës iraniane kalon nga ishulli Karg, e naftës dhe gazit. Është këtu, në këtë zonë.
Prandaj thua... Pra, tubacionet vinë nga fushat e tjera dhe shkojnë këtu. Pra shërben si pikë nyje strategjike për Nyje strategjike. Nuk ka tjetër sepse është shumë e cekët. Nuk ka tjetër. Ka tentuar të ndërtoj një andej në drejtim të oqeanit, po ajo është vetëm është e vogël akoma dhe do duhen shumë vite që tash sepse duhet të ridrejtosh linjat e Kush është domethënë strategjia që po ndjek Trump me goditjen e këtij ishulli? Tani në fillim janë goditur, në fillim të luftës, javën e parë janë goditur instalacionet ushtarake në këtë ishull, në cilin ti ke pra kishte ato për të mbrojtur ishullin, bateri raketore apo organizuar. U eliminuan ato para. Por nuk u goditë infrastruktura e naftës dhe gazit në zonë, sepse në që është shumë e rëndësishme, pikpyetja është a mund të mbijetoj pastaj shteti iranian pa patur 90% këtë hubin këtu. Dhe kjo është pikpyetja rebusi më i madh që ata kanë. Nëse ti shkon për ta marrë këtë ishullin, ti mund ta marrë dhe ja merr peng, në kuptimin që çfarë do lloji ja merr peng, në kuptimin që zbarkon me ushtar, nuk e dëmton infrastrukturën, po, dhe i thua që dorëzo ose ti s'ka asnjë të ardhur. Pra, merr në kontroll dhe nuk e. Dhe kjo është pikpyetja më e madhe, sepse ekzistojnë, nëse ti bën këtë veprim janë dy gjëra. E para njëherë Irani vetë mund të godasë ato dhe të thotë unë po e shkatroj fare, pra sesa ta jap ty në dorë e shkatroj vetë. Dhe pikpyetja e dytë është, pra versioni i dytë është që Irani, ndaqë kjo është shumë afër Iranit, kjo këtu do jetë vazhdimisht në goditje dronësh, raketash, artillerisë, është shumë afër Bagdadit. Po. Që praktikisht ata do i bëj aty si tabel qitje, çfarë do lloj trupe amerikane që mund të shkojnë këtë zonë do jetë tabel qitje. Dhe kjo është pikpyetja më e madhe. Pra e merr, po nuk e mban dot. E merr, po do kesh kosto të jashtëzakonshme për të qëndruar aty. Opsionin që ti vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta bllokojnë dhe thonë as sikush do bëj me këtë, pra të bëjnë vetë bllokadë të Hormuzit në kuptimin e mos lejojnë vendet e tjera që të marrin naftën e Iranit, është shkatrimi. Është problematike sepse pastaj futesh në konflikte me vende të tjera. Pra, do vi po themi India për të marrë naftë këtu, do vi India për të marrë naftë, nëse ti ja bllokon këtu, pra jo të marrësh kontrollin e ishullit, po ti ja bllokon që këtu dhe këtu as ke për të vajt, futesh në incident diplomatik me Indinë, me Kinën, me Japoninë, se janë që të gjitha që marrin naftën. Po. Pra, një bllokim i Hormuzit në anën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, vetë që thon, siç po bën tani Irani, që thot, që ka bllokuar këtu. Ka bllokuar në atë pikë Irani këtu dhe thot, kush merr naftë ku unë, kalon. Ato ose kush merr naftë në këto vende të mia, kalon. Kush tjetër nuk kalon. Një bllokadë të tillë ta bëjnë Shtetet e Bashkuara që thon, kush merr naftë në Iranin nuk kalon, i fut në konflikte diplomatike me gjithë ato vende të cilat marrin aktualisht naftën në Iranin. Prandaj, zgjidhja ushtarake është kapja e kësaj. Një zgjidhje tjetër është kapja e Qeshmit këtu, në cilin këtu është zona e ngushtisë së Hormuzit dhe kapja e kësaj pastaj do e bëj të mundur që mos të po themi mos të ketë këtë bllokim pra ngushtisë së Hormuzit. Por këtu mendohet të hyet me trupa Endri, Amerikanët hyjnë me trupa në këto. Kjo është më afër sepse kjo duke qenë afër gjirit po themi vendit ku është aeroplanmbajtja Abraham Lincoln, që ke aty në atë zonë. Ke një zonë mbulimi që mund edhe ta mbash se thuash të izoluar, sepse popullsia e Iranit është kryesisht në këtë zonë këtu. Domethënë kjo zona këtu është shkretëtirë komplet dhe ka pak popullsi në krahun tjetër. Pra është e vështirë për Iranin që të transportojë, sepse çfarë do lloj transporti, trupash ose gjëra të tjera që mund vinë nga kjo zonë në drejtim të po themi të ngushticës së Hormuzit, që të kalojnë trupa për përforcime, do jenë gjithkohës në goditjen e aviacionit. Qartë. Pra bën sens ta kapësh këtë, por prap edhe nëse ai nuk dorëzohet, nëse ti për shkak të atë që mund të bësh aty është thjesht do hapësh ngushticën e Hormuzit. Por rezultati pra presioni ekonomik mbi Iranin është e vetmi presioni ekonomik është kargu. Ose nëse nuk është kargu, presioni ekonomik pastaj është shkatrimi i gjithë infrastrukturës. Po kjo Endri, një plan për të marrë atë uraniumin që rreth 460 kg që është përpunuar dhe që ruhet nga Irani. Ka një mendim që do tentohet që nëpërmjet një operacioni të shpejt të ngjashëm me ato që ndodhi në Venezuelë. Por nuk bëhet operacioni shpejt. Operacioni do duhet një javë minimumi. Pse një javë? Sepse duhet shkosh, pra me avion,
transportues, C130 apo galaksiet që mund të kenë ata. Pra, e para njëherë do krijosh një no-fly zone këtu në këtë gjithë të zonën. Do hedhësh trupa në terren, të cilët do mbajnë një perimetër të caktuar. Pra, do mbajnë një perimetër. Dhe pasi të mbajnë perimetrin, dhe të sigurojnë perimetrin, do vinë avionët tjerë me pajisje, me ekskavator, me pajisje të shpuese gjëra, sepse ato që janë të poshtë gërmadhave. Pra këto vende janë goditur, kështu që nëse uraniumi ekzistonte kjo në këto vende, ti duhet ta gërmosh, duhet futesh shtell dhe pastaj të shkosh në ato vende ku uraniumi tashmë është, po themi në ato gërmadë, ta marrësh dhe të largosh. Dhe gjitha kjo do kërkoj që ti do rish një javë këtu komplet minimumi për të bërë. Dhe do jesh një javë në zjarrin e çfarë do lloj forcë që mund të jetë edhe këmbësorisë apo edhe me veprime artillerisë e tjera që mund vinë në ajër. Pra është shumë e vërtetë. Dhe mbi të gjitha prap ti nuk je i sigurt, mendohet që është këtu. Nuk e di ku është. Por realisht nuk është se ka informacion. Pra është çështje probabiliteti, me 80% mund të jetë aty. Po jo se është 100% që është, po themi, e dim që është e Natanzi dhe do futemi te Natanzi dhe do e marrim. Ata ndërkohë mund ta kenë transferuar, për para goditje mund ta ketë transferuar në një vend tjetër, atë sasi uraniumi. Po. Pra, në këtë zonë kanë qenë ato që kanë qenë impjantet e pasurimit, prandaj mendohesh që qëndron aty sepse uraniumi pasurohet vazhdimisht. Po lëvizja Endri e këtyre pakove të uraniumit është një lëvizje që kërkon një lloj ekspertize, se s'mund të jetë. Ai është problemi më i fundit që mund të kesh, sepse po të rish një muaj atje, domethënë të rish një muaj gërmim, imagjino sa më shumë të rish aty në gërmim, aq më vështirë bëhet për të mbajtur perimetrin, sepse do duhen shumë trupa për të mbajtur perimetrin. 65.000 trupa janë mbledhur deri tani. Shumë e vështirë. Ka vajtur divizioni 82 i parashutizëve, ka vajtur divizioni 82 është aty. Por mua më duket shumë e vështirë dhe ajo që mund të ndodhë Trump është gjithë këto versione që qarkullojnë mund të jenë në kuadër të ushtrimit të impresioni për uljen tavolinë. Se sa mund të jenë, po themi, goditje reale, sepse çdo futje me trupa është problematike. Do ishte shumë më thjesht për Shtetet Bashkuara të Amerikës të fillonin goditjen e, po themi, atyre që janë impjanteve, po themi, të naftës, gazit dhe të tjera, duke nxjerrë. Ndërkohë po shkojnë jashtë luftimit gjithë. Aeroplambajtja Bush. Po, është nisur aeroplambajtja. Po vjen edhe ajo që ishte Ford që ishte në Kroaci, pra po vinë edhe po shtohet prania ai build-upi i ushtarakëve amerikanë. Pikë pyetja është se çfarë ka në plan, po një shtim kaq i madh i trupave dhe i asaj na tregon pikërisht atë që thash, Shtetet Bashkuara nuk largohen dot në asnjë zonë pa marrë një marrëveshje me ato kushte që ata duan, që është programi bërthamor, programi raketor. Nuk ka shanse të largohen pa marrë. Po sidomos programi raketor. Dhe në ndërkohë do bëjnë gjithçka për të arritur qëllimin. Do bëjnë gjithçka për të arritur qëllimit dhe me sa shikoj, domethënë, e gjithë kjo situata e përdorimit të gjithë kësaj force në kupton që nëse ti për shembull, se është ky operacioni i marrjes në kontroll, po themi, ja e morën sasinë e uraniumit. Prapse ti do duhet një marrëveshje për sa i përket programit raketave. Po. Ajo nuk ka diskutim. Pra, ty do duhet një marrëveshje edhe për uranium, se ja morën sasinë e uraniumit. Nëse ti nuk ke marrëveshje që ai do të ndalojë uraniumin, ai mund ta fillojë ta pasurojë sërish uraniumin. Pra, çfarë arritet se vajte ja more? Dakor. Ai mund rivë në punë prap këto të. Pra, që në kupton fundit ti duhet të shkosh tek fakti që ai duhet ulet në tavolinë. Dhe që të ulet ai në tavolinë, ti duhet t'ia bësh të pamundur vazhdimin e rezistencës së organizuar ushtarake, që do thotë ti duhet ta thyesh ushtarakisht apo ekonomikisht. Dhe ekonomikisht është pjesa tjetër. Ishulli karg që mund të bombardohet, ato infrastruktura pjesës tjetër që mund të bombardohet, dhe në momentin kur ushtarët ngelin pa bukë, është vështirë të vazhdojë rezistenca kur ti nuk ke ushqime, apo kur familja jote është duke vuajtur për bukë në gojë se këto tjerët. Rusia dhe Kina, si i shikon në këtë histori se kjo do të ishte në kushtet e një situate apo konteksti geopolitik ku do ishin vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ishin.
Kemi tashmë dy fuqi tjera të cilat Rusia është loje në kuptimin që pse është angazhuar 100% në konfliktin në Ukrainë, nuk ka mundësi për të ndihmuar. Nuk ka mundësi. Ndërkohë Kina, ndihma e vetëm që mund është ndërtim të disa dronëve që i ka dhënë. I ka dhënë dronë? Po, i ka dhënë dronë. Versionet Grand që janë ata, do të thonë upgrade i Shahidit, dhe njëkohësisht jep ndihmë me inteligjencën e zbulimin strategjik. Zbulimet me satelit. Ndërkohë që Kina ka pozicionuar. Jo, flas në kuptimin ekonomik, se me atë e lidha, me që thamë që mund të shkojnë ka pasur një goditje në ana e Izraelit të gjithë flotës që është sipër në detin Sipër. Po, në detin Kaspik. Po ajo e lidh me Rusin. Dhe ajo flotë shërbente për të kryer dhe transportin e mallrave dhe jo vetëm ushtarak, po edhe mallrave, po themi dritë e gjëra tjera, pra ato goditje që kanë ndodhur në ato porte në Izrael. Ka ishur pikërisht këtë mundësi, domethënë, të një komunikimi të shpejtë nëpërmjet detit me Rusinë, sepse pjesa tjetër pastaj duhet kalojë në republikat e Taxhikistanit, këto tjera të Azerbajxhanit, këto për dvajtër, nuk ka komunikim, nuk ka kufi të drejtë për drejtë Rusia me Iranin në atë zonë. E ka nëpërmjet këtyre republikave të tjera. Pra, dakor. Kështu që pra është goditur e zona atje sipër, e cila mund të presë ato që janë nyjet ekonomike, domethënë. Kurse Kina ka bërë qartë që nuk futet në luftë për asnjë gjë tjetër përveç se për Taiwanin. Dhe për momentin ka çuar një anije zbulimi, në kuptimin është një nga platformat më të mëdha të zbulimit në botë, në cilën ajo monitoron çfarë do lloji lëvizje. Ajo po monitoron edhe, dhe kjo është një nga çështjet që dua ta diskutoj. Ajo po monitoron njëkohësisht edhe ato që konsiderohet lufta moderne amerikane. Po pikërisht, pra të punë ka vajtur. Ajo nuk ka vajtur atje për të që. Ajo shikon se si trupat amerikane ndërtojnë planin e tyre. Ata po bëjnë reverse engineering, në kuptimin siç bëjnë reverse engineering dikur që merrin një avion amerikan e zbërthenin dhe shikonin si funksiononte, e njëjta gjë tani shikon operacionet tani dhe po mundohet që nxjerri pra mënyrën se si veprojnë amerikanët dhe në anën tjetër duke parë se cilat janë kundërmasat më të mira që kanë marrë iranianët. Pra, të jenë sigurt që edhe lufta me Taiwanin me tjerë do ketë pra përdorim masiv të dronëve. U vure që dronët janë ata të cilët tashmë funksionojnë në fund. Janë determinues. Dhe jo vetëm që janë determinues, po janë dhe ekonomik, në kuptimin që ti do të gjesh një zgjidhje ekonomike. Ti nuk mund të rrezosh i dron Shahid 50.000 euro me një raketë 2 milionë euro. Kështu që, dakor. Në këtë drejtim Kina është thjesht duke spionuar.